Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Receta me kos që zhduk rrullat nga fytyra brenda ditës, ja si ta përgatisni. Pa i hequr me eritën produkteve të kozmetikës që marrin në parfumeri, mund të ndihmojnë në lëkurën tonë dhe produktet e bëra vetëm me përbërës të thjeshtë dhe me kosto minimale. Ti rikthejmë lëkurës shkëlqimin dhe t'i dhurojmë energji të re pas ditës me smog ose me stres. Tani kjo është e mundur. Ja disa këshilla bukurie të marra nga gjyshe të cilat do t'japin rezultate fantastike edhe në dukjen e lëkurës suaj. Kosi është një aleat perfekt për të kujdesur për lëkurën, fal cilësive qetësuese dhe hidratuese, përveç se ka aftësi antibakteriale dhe pastruese. Duke krijuar që kosi ka aftësi shumë të mira për të aktivizuar elementët përbërës të produkteve me të cilat përzihet, duke u mundësuar atyre të penetrojnë në mënyrë efikase lëkurën tuaj. Por kujdes, vetëm kos të bërë në mënyrë natyrale dhe jo kosin që mund ta ketë me përmbajtje të kimikateve, të cilat janë edhe të përpunuar. Por kosi i cili përgatitet në shtëpi mund t'jap rezultate më të mira në receta të tilla. Maska me kos dhe kivi gjithashtu është një mundësi e shkëlqyer për shëndetin e lëkurës. Kivi është një frut i çmuar sepse përmban substanca ushqyese që japin lëkurës shkëlqim. I pasur me vitaminën C dhe E, ky frut përmirëson lëkurën fal përmbajtjes së antioksidantëve, në veçanti vitaminën C që e bën edhe zbardhjen e njollave të lëkurës. Kivi ka gjithashtu cilësi antiinflamatore natyrale që ndihmojnë në luftimin kundër akneve dhe njollave dhe farat e tij mund të përdoren edhe si një skrap i lehtë. Merrni tulin e një kivi të cilën e shtypni mirë me një piru, më pas shtoni kosin dhe i përzjeni derisa masa të bëhet e njëtrajtshme. Pasi e keni larë fytyrën, aplikoni maskën e realizuar dhe e lini në fytyrë për gjysmë ore, më pas e shplani atë me ujë të bollshëm. Këshillohet që kjo maskë ta aplikohet një herë në javë për të patur edhe një tonifikim më të mirë të lëkurës. Maska kos dhe mjalt. Kjo është një maskë klasike. Maska me kos dhe mjalt është kundër rrullave dhe qetësuese dhe arrihet duke përzier një lugë gjedhe kos dhe një lugë kafeje mjalt. E thjesht në përgatitje dhe me një efekt të menjëhershëm për t'i rikthyer shkëlqim lëkurës lodhur dhe të stresuar. Kos dhe arr kokosi. Një maskë me gjysmë tasi kos, një lugë gjedhe me miell kokosi dhe një lugë miell qiqrash do t'jetë perfekte për lëkurën mikse, sepse efekti skrap evidentohet më shumë dhe vitaminat që ndodhen te qiqra dhe kosi penetrojnë në thellësitë të lëkurës. E lini maskën për vetëm 10 minuta në lëkurë dhe më pas e shplani me ujë të bollshëm dhe do të fitoni gjithashtu një efekt tonifikues. Maska me kos dhe kastravec. E këshillueshme në mënyrë të veçantë për lëkurën e thatë dhe të skuqur, kjo maskë gjithashtu është e mirë për të gjitha llojet e lëkurës. Kastraveci është i njohur për aftësinë e tij hidratuese dhe qetësuese dhe në bashkëpunim me kosin, ka edhe fuqi të mira ushqyese. Edhe në këtë rast, nuk nevojiten shumë për të përgatitur maskën. Është e thjeshtë dhe arrihet duke përzier kastravecin me kosin e bardhë. Koha e mbajtjes mund të variojë në varësi të kushteve të lëkurës, nga 10 minuta në një gjysmë ore për efekte sa më të mira që do të ofrojë. Kosi në kombinim me limonin. Ata që kanë në lëkurë mikse ose të yndyrshme, përdorimi i limonit është shumë i këshillueshëm. Shtrydhni gjysmë ose një limon dhe e miksoni me kosin. Aplikoni maskën me lëvizje rrethore për të stimuluar mikroqarkullimin. Sa më e yndyrshme të jetë lëkura, aq më gjatë do të qëndrojë maska në lëkurën tuaj për të vepruar, dhe rezultati do të jetë fantastik edhe në dukjen e lëkurës suaj. Kosi është një nga të vetmit produkt të shijshëm plot me vlera për të konsumuar kudoherë. Janë pikërisht këto vlera të cilat përmirësojnë shëndetin e lëkurës edhe mund të përdoren në formën e maskave. Pa nevojë për të shtuar asnjë përbërës tjetër, kosi kthehet në një maskë ekonomike, por me përfitime të mrekullueshme. Mineralet dhe vitaminat që gjenden te kosi gjithashtu do t'japin rezultate fantastike edhe në dukjen e lëkurës suaj. Ka një arsye pse kosi i jep një lëkurë të mirë dhe gjithashtu fytyra juaj mund të jetë më e rigjallëruar, plot me shkëlqim të menjëhershëm. Sipas të dhënave të Healthyside janë pikërisht këto 4 përbërës të cilët ndikojnë në shëndetin e lëkurës.
Zinku, i njohur për vlerat e tij antiinflamatore, nxit rigjenerimin e qelizave të lëkurës dhe balancon gjëndrat yndyrore që shkaktojnë krijimin e akneve. Të gjithë e dimë që kosi përmban kalcium, ky mineral është përgjegjës për hidratimin dhe parandalimin e përtharjes së lëkurës. Vitamina B nga ana tjetër bën të mundur mbrojtjen e qelizave të lëkurës nga radikalet e lira, si dhe nxisin prodhimin e yndyrnave të shëndetshme. Acidi laktik është një nga përbërësit kryesor të kosit dhe gjendet në shumicën e produkteve të lëkurës. Ai funksionon si një agent kundër rrullave dhe plakjes së lëkurës. Pa veprim kryesor të këtij acidi është parandalimi i prodhimit të enzimave të tirozinës, të cilat nxisin prodhimin e melaninës. Kështu lëkura juaj do të jetë më e bardhë dhe më e pastër. Por si ta përdorni kosin për lëkurën? Mjafton që në një filxhan kafeje të hidhni 2 deri në 3 lugë çaji me kos dhe t'i përzjeni derisa të formohet një masë e plotë. Më pas, vendoseni në fytyrë duke treguar kujdes që të mbuloni të gjitha zonat problematike, si dhe ato në qafë. Këshillohet që ndërkohë që lyeni fytyrën dhe ta masazhoni atë me lëvizje rrethore për të nxitur një qarkullim më të mirë të gjakut. Kosi do të fillojë të ngurtësohet pas 5 minutash, duke krijuar një maskë të mirëfillt. E lini për rreth 15 minuta dhe më pas, mjafton që ta njomni pak duart me ujë dhe përsëri ta freskoni fytyrën derisa shtresa e kosit të thërmohet. Kështu ju largoni qelizat e vdekura dhe papastërtitë që janë akumuluar në poret e lëkurës gjatë ditës. Kosi përmban bakteriet të cilat luftojnë në të gjitha papastërtitë e mbledhura të lëkurës nga kontakti i saj me faktorët e jashtëm. Por gjithashtu ju do të parandaloni krijimin e akneve si rezultat i infektimit të poreve nga papastërtitë. Më pas shplani lëkurën me ujë të bollshëm dhe fshini me një letër me një peshqir. Nëse keni fytyrë të ndjeshme, sugjerohet thjesht të shplani fytyrën me ujë të bollshëm. Por sa shpesh duhet të përdorni kosin për lëkurën e fytyrës? Për personat me lëkurë të yndyrshme është e këshillueshme që të përdoret çdo ditë për të patur rezultat, ndërsa ata që kanë lëkurë të thatë mund ta përdorin 2 ose 3 herë në javë dhe gjithashtu do të marrin përfitime unike. Kosi është një nga ushqyesit mjaft të mirë për çdo lloj lëkure. Maskat me kos të paktën për 10 minuta janë ndër më të këshillueshmet në botën e kozmetikës. Kur kombinohen me mjaltin, arrin shumë efekte njëkohësisht: hidratues, zbardhues, antirull, trajtues të ngjyrës së lëkurës, antiakne, kundër shenjave, mbyllin poret e mëdha. Pra, maskat më lartë, kaq të thjeshta në përgatitje, mund të përdoren për të gjitha këto probleme. Por pse duhet të shtoni mjalt? Përfitimet e mjaltit në produktet e bukurisë janë të pafundme. Mjalti ka qenë i përdorur për trajtimin e bukurisë në shekuj me radhë. Efekti të dobishëm i mjaltit në lëkurë ka një reputacion të shkëlqyer. Mjalti është përdorur për të parandaluar rrullat dhe për të patur edhe një ton më të mirë të lëkurës. Gjithashtu, mjalti është efikas edhe në kombinim me kosin që mund të sjellë rezultate fantastike për shëndetin tuaj të lëkurës. Prandaj kombinimi të dyjave dhe aplikimi i maskave në lëkurën tuaj sigurisht do të japë rezultate të mira. Kosi është i shkëlqyer për lëkurën pasi përmban proteina, kalcium, kalium, vitamina që ndihmojnë për të patur një lëkurë të hidratuar, të butë dhe pa akne. Ai gjithashtu ndihmon në reduktimin e njollave kafe që gjenden gjërësisht te shumica e grave, sidomos pasi ato lindin. Por a mund të aplikoni vetëm kos në fytyrë pa qenë nevoja pa përbërës të tjerë? Kjo mund të arrihet pas larjes dhe lini të veprojë kosi në fytyrë për 15 deri në 20 minuta. Gjithashtu, nëse doni ta përzjeni kosin, kjo varet nga lëkura juaj, prandaj ka disa maska me produkte natyrale. Për lëkurën e thatë kombinoni kosin, avokadon dhe vajin e ullirit. Bëni bashk gjysmë gote kos, gjysmën e avokados të cilën më parë keni bërë pure. Shtoni më pas një lugë vaj ulliri dhe në fund të aplikoni maskën në fytyrë dhe e mbani për 15 minuta. Për lëkurë të yndyrshme, kos dhe lule shtrydhe. 1/4 e filxhanit me kos përzihet me 1/4 e filxhanit me lule shtrydhe. Përhapeni mirë në lëkurë dhe e lini për 10 deri në 15 minuta. Më pas e pastroni atë me ujë të bollshëm. Për lëkurë me puçra, kos plus banane, por mund të shtoni edhe një lugë shafrani ndije. Gjysma e gotës me kos, gjysma e bananes dhe shafrani indis aplikohen në fytyrë pasi të keni bërë bashk të gjithë përbërësit. E mbani në fytyrë për 10 deri në 15 minuta dhe më pas e shplani atë me ujë të rrjedhshëm.
Për lëkurë pa shkëlqim dhe të zbehtë, kombinoni kosin, limonin, mjaltin dhe kanellën. Bëheni bashkë të gjithë këta me kosin, lëngun e limonit, mjaltin dhe në fund shtoni pak kanellë. Më pas, vazhdoni procedurën si më herët. Aplikoni në fytyrë dhe e lini dhe gjithashtu rezultatet që do të merrni janë fantastike për mbrojtjen e lëkurës suaj. Aplikimet të tilla të recetave me kos sigurisht që do t'japin rezultate mjaft të mira. Vëmendje, ju bëj me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë, të informojnë dhe të mos zhvendësojnë edhe kushtet tuaja të kujdesit të lëkurës, ose informacionet dhe vlerat të cilat ju i merrni për ditë. Informacionet në këtë video kanë për qëllim plotësimi. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.